Dil jashtë tani, nuk kem vend këtu. Mos më bëj këtë, të lutem, ku do të shkoj? Beni qëndronte në balkonin e shtëpisë së vjetër dykatëshe në periferi të qytetit, duke thithur cigaren me një lloj nervozizmi që i drite gishtat. Poshtë në rrugë, ai shihte makinën e zezë që kalonte çdo 10 minuta. Ishin njerëzit të cilëve u kishte borxh një pasuri të tërë nga netet e humbura në Bixhoz. Afati i tij po mbaronte. Shtëpia ku ishte rritur ishte vetmja gjë me vlerë që i kishte mbetur, por kishte një pengesë të madhe. Nëna e tij, Shpresa. Ajo ishte një grua që çdo gurtasa e shtëpie e konsideronte pjesë të shpirtit të saj. Beni hyri brenda në kuzhinë, ku aroma e bukës së sapo pjekur mbushte dhomën. Shpresa po rregullonte me kujdes disa vazo lulesh te dritarja, duke u folur atyre sikur të ishin njerëz. Nën, duhet të ulemi e të flasim, filloi Beni me një zë që qëllimisht ngjante i thyer, sikur mbante mbi supe një peshë të madhe. Erdhën inxhinierët e bashkisë sot herët në mëngjes. Më dhanë një lajm të tmerrshëm. Themelet e shtëpisë janë qarë nga lagështia e nën tokës. Shtëpia është shpallur e pajetueshme, ka rrezik shembje nga momenti në moment. Shpresa ndaloi me dorën që i mbeti pezull mbi petalet e trëndafilave. Fytyra e saj u zbeh me erë. Si u shem ka bir? Këtë shtëpi e ka bërë babai yt me gurmali dhe me djersën e ballit. Nuk ka lëvizur as 1 milimetër për 30 vjet. Nuk e kupton ti, nën. Teknologjia e tyre zbuloi çari që nuk shije me sy, vazhdoi Beni duke ulur pranë saj dhe duke i kapur duart e fishkura. Unë nuk mund të fler rehat duke ditur që tavanet mund të bien mbi kokë. Kam gjetur një zgjidhje. Kam rezervuar një vend në një resort mjekësor shumë modern, me erë të pastër, doktor dhe shoqëri. Do të rish atje vetëm një muaj, sa unë të riparoj themelet dhe ta lyej shtëpinë nga e para. Do ta bëj si vila që sheh në televizor. Shpresa filloi të çante me dënes. Nuk dua të iki, Beni. Më lër të rritë dhoma e vogël në obor. Unë nuk di të fle në krevat të huaj, bir. Muret e kësaj shtëpie më njohin rrahjet e zemrës. Por Beni ishte i pamëshirshëm. Ai përdori çdo teknik manipulimi, duke i thënë se nëse ajo nuk largohej, bashkia do t'i nxirrte me forcë dhe ai do të përfundonte në gjyq. Pas 2 orësh debatesh dhe premtimesh të rreme, Shpresa u dorëzua. Me lëvizje të ngadalta, ajo mblodhi rrobat e saj në një valixhe të vogël të vjetër. Ajo mori me vete vetëm një ikon të shëmmaris, një shall të bashkëshortit të ndjerë dhe një foto të Benit kur ishte foshnjë. Kur dolën te porta, Shpresa u kthye dhe puthi shtalkën e derës, duke përshpëritur një lutje. Beni në vend që të prekej e pa me një bezdi të hapur. Ai e futi në makinë dhe u nis me shpejtësi, duke mos i lënë kohë as të përshëndetej me komshin. Rruga drejt azilit ishte e heshtur dhe rënd. Shpresa shikonte nga dritarja pemët që kaloni me shpejtësi, pa e ditur se po linte pas jetën e saj përgjithmonë. Kur makina ndaloi para një ndërtese gri me mure të larta dhe hekura ndritare, ajo ndjeu një të ftohtë që i depërtoi deri në kockë. Ky nuk ishte resorti që i kishte përshkruar Beni. Ishte një azil shtetëror i mjerueshëm ku ajri mbante erë klori dhe vetmi. Beni e tërhoqi nga krahu drejt sportelit, firmosi letrat me nxitim pa i lexuar fare dhe ja dorëzoi valixhen një infermiereje që nuk buzëqeshte. Do të vi të takoj nesër, nën. Sillu mirë këtu, i tha ai ftohtë. Shpresa u kthye drejt tij me syt plot lot që i rridhnin mbi rrudha. Bir, mos më lër këtu mes të huajve, sytë e tyre janë të ftohtë. Por Beni nuk e dëgjoi. Ai doli nga porta me hapa të shpejt, hipi në makinë dhe u largua duke lënë pas vetëm një repluhuri. Ai nuk ndjente asnjë pendojse, vetëm një lloj çlirimi të mbrapsht. Tashmë shtëpia ishte bosh dhe rruga drejt parave ishte e hapur, sapo makina e Benit u parkua para shtëpisë tashmë të heshtur. Ai nuk humbi asnjë sekond për të reflektuar mbi lotët e nënës që la pas. Për të, ajo shtëpi nuk ishte më vendi ku hodhi hapat e parë, por një thes me para që priste të hapje. Ai hyri brenda me një egërsi të pashpjegueshme. Nisi të nxirrte jashtë çdo gjë që i dilte përpara. Koltuku i vjetër ku Shpresa kalonte netë duke thurur triko për të, u hodh në mes të oborrit si një copë mbeturin. Fotografitë e vjetra familjare të vendosura me aq kujdes në përrafte, përfunduan në thas të zi mbeturinash pa u parë asnjëherë. Beni kishte thirrur një agent imobiliar dhe i kishte thënë, shtëpia është e pastër. E nxora pengesën jashtë. E dua shitjen brenda javës, kam nevojë për likuiditet të menjëhershëm. Por agenti kishte thënë se shtëpia kishte nevojë për një pastrim rrënjësor të mureve që të dukej më moderne. Duke pastruar dhomën e ndenjes, Beni u ndal para një pikture të madhe, të vjetër që tregonte një fushë me lule dielli në perëndim. Ishte e vetmja gjë që nëna e tij nuk e lejonte askën ta prekte, as për ta fshirë nga pluhuri. Ajo gjithmonë thoshte se ajo pikturë mbante dritën e shtëpisë. Beni, duke menduar se ndoshta pas asaj pikture fshihej ndonjë kasafort me bizhuteri të vjetra floriri, e kapi kornizën dhe e tërhoqi me gjithë forcën. Piktura ra në tokë me një zhurmë të mbytur, por ajo që u shfaq pasaj e la Benin pa frym. Nuk ishte thjesht një mur i rrafshët. Në mur ishte gdhendur një derë e vogël metalike, e mbuluar nga një shtresë trash pluhuri dhe e mbyllur me një mekanizëm të rënd çeliku. Ishte një kasafort e vjetër, nga ato që nuk hapen me kode moderne, por me forcë dhe durim.
Sytë e Benit shkëlqyen nga një pasion i mbrapsht. Plaka pas ka pasur fshehur thesarin këtu, bërtiti ai në dhomën bosh, dhe zëri i tij u kthye si një ego e shëmtuar. Ai filloi të kërkonte Chelsin me një lloj çmendurie. Shqynte jastëkët, thyente vazot e luleve që shpresa i kishte aq për zemër, gërmonte në sirtarët e mbushur me ilaçe, por nuk gjeti asgjë. I pushtua nga padurimi dhe etja për t'u bërë i pasur brenda natës, ai nuk priti më. Shkoi në garazh dhe mori mjetet më të rënda që gjeti. Një trapan të madh industrial, një dalt metalike dhe një çekuç të rënd. Ai u kthye para kasafortës si një kriminal që po vite shtëpinë e tij. Gjatë gjithë asaj nate, shtëpia u shëtinte nga goditjet e forta mbi metal. Zhurma ishte aq e fortë sa komshinjt filluan të ndiznin dritat, duke pyetur veten se çfarë po ndodhte në shtëpinë e shpresës. Por Beni nuk ndalonte. Ai ishte i mbuluar nga pluhuri suvas, djersa e rrite në fytyrë dhe duart i ishin mbushur me fluska. Por në mendjen e tij ai shihte vetëm tufa me para dhe florin që do t'i zgjidhnin çdo problem. Ai nuk e dinte se në atë moment, në dhomën e ftohtë të azilit, shpresa po qëndronte zgjuar duke parë nga dritarja, me shpresën se djali i saj do të pendohej e do të kthehej ta merrte para se të zbarte dita. Zhurma e trapanit vazhdoi deri në orët e para të mëngjesit, kur më në fund metali i kasafortës filloi të lëshonte. Beni ndjeu një dridhje triumfi. Ai ishte vetëm një goditje larg thesarit që do t'i ndryshonte jetën, por nuk e kishte idenë se ajo që fshihej brenda nuk ishte pasuria që ai priste, por një vërtet që do t'ia shkatëronte çdo iluzion. Kjo është etapa 3. Ku tensioni arrin kulmin, lakmia kthehet në makt dhe Beni ballafaqohet me atë që fshihej pas çelikut të rënd. Etapa 3. Lufta me çelikun dhe hapja e thesarit të fshehur. Ora shënoi 4 e mëngjesit dhe shtëpia ngjante me një fushbetej të vërtet. Pluhuri i bardhë i suvas kishte mbuluar çdo gjë. Dyshemen, mobiljet e mbetura, madje edhe çerpikët e Benit, i cili ngjante me një fantazm që po gërmonte në rënojat e jetës së tij. Duart i dridheshin nga lodhja mbinjerëzore. Por sa herë që ndjente dhimbje, ai sillte ndërmend fytyrat e kërcënuese të borxhlinjve dhe kjo jepte një forcë të re, një forcë të shëmtuar që buronte nga dëshpërimi. Trapani industrial po lëshonte tym, pasi ishte mbi ngarkuar nga përpjekja për të shpuar atë çelik të trashë që duke sikur ishte prodhuar për të mos u hapur kurrë. Beni po mallkonte me zë të lartë. Ai mallkonte shtëpinë, mallkonte baban e tij që nuk ja kishte treguar kurrë këtë fshehtësi, dhe mbi të gjitha, mallkonte nënën e tij. Plak dinake, mërmëriste ai me dhëmbëve, e mbajte të fshehur gjithë këtë pasuri ndërsa unë mbytesha në borxhe. Po më bëje të lypesha ndërkohë që flije mbi Flori. Në një moment, një nga daltat metalike u thye me një zhurmë të fortë, duke i fluturuar pranë fytyrës. Beni nuk u ndal. Ai mori çekuçin e madh dhe filloi të godiste mekanizmin e kyçes me një tërbim të papërmbajtur. Çdo goditje kumbonte në lagjen e heshtur si një goditje çekuçi mbi shpirtin e asaj shtëpie. Në mendjen e tij, ai tashmë po i numëronte parat. Po imagjinonte veten në një plazh të largët, larg Shqipërisë, larg detyrimeve dhe larg asaj gruaje të moshuar që e priste te dritarja e azilit. Më në fund, pas një goditje të dëshpëruar, u dëgjua një krisitje e thatë metalike. Mekanizmi i brendshëm i kasafortës u kaput. Dera e rënd metalike u hap ngadalë, duke lëshuar një pëshërëtim të ftohtë që ngjante sikur po nxirrte jashtë një sekret 30 vjeçar. Beni ra në gjunjë, i mbuluar nga djersa dhe pluhuri. Zemra po i rrite aq fort sa i dhe mbi kraharori. Erdhi dita ime, pëshpëriti ai me një buzëqeshje të çmendur. Ai futi dorën brenda me nxitim, duke pritur të ndjente të ftohtit e Floririt ose ashpërsinë e tufave me para. Por gishtërinjtë e tij prekën diçka të butë, diçka që nuk kishte peshë. Ai nxori jashtë një zarf të madh, të zverdhur nga koha, dhe një libresë të vogël bankare të vjetër. Nuk kishte asgjë tjetër. Asnjë bizhuterie, asnjë dokument pronësie mbi pallate apo biznese. Vetëm ato 2 objekte të thjeshta. Beni ndiu një valë zhgënjimi që ju kthye në tërbim. Kjo është e gjitha. Vetëm kjo, bërtitja ai duke goditur muri me grush. Por kur hapi librezën bankare, ai pas e emrin e të ishte i tij, Beni Gjashi. Shifrat brenda ishin kursime të vogla, të depozituara muaj pas muaji, për 30 vite me radhë. Ishin shumë qesharake, 5.000 lek, 10.000 lek, të mbledhura me një sakrificë që vetëm një nën mund ta bënte. Pastaj, me duar që i dridheshin më shumë se kurrë, ai hapi zarfin. Brenda ishte një letër e gjatë, e shkruar me një shkrim dore të pastër e të bukur, që ai e njohu menjëherë. Ishte shkrimi i shpresës. Por rreshtat e parta asaj letre nuk ishin si ato që ai kishte lexuar në kartat e ditëlindjeve. Ishte një rrëfim që filloi me një fjali që ja ndaloi rrahjet e zemrës. Beni im, biri im që nuk lindi nga barku im, por lindi në shpirtin tim atë natë të ftohtë dimri kur bota të braktisi dhe unë të gjeta. Beni ndjeu sikur dyshemeja po i lëvizte nën këmbë. Ai u mbështet pas murit të ftohtë, ndërsa sytë e tij filluan të vraponin mbi rreshtat që po i tregonin se gjithë jeta e tij kishte qenë një gënjeshtër e madhe. Por një gënjeshtër e ndërtuar mbi një dashuri që ai sapo e kishte tradhtuar në mënyrë më barbare. Kjo është etapa 4, ku sekreti i tmerrshëm i së kaluarës del në dritë dhe Beni kupton se gruaja që ai braktisi nuk ishte thjesht nëna e tij, por shpëtimtarja e tij. Etapa 4, letra e zverdhur dhe sekreti i tmerrshëm i adoptimit. Beni rinte ulur në mes të rënojave të shtëpisë,
me letrën që i peshonte në duar më shumë se të gjitha mjetet e rënda me të cilat kishte goditur kasafortën. Shkronjat dukej se kërcenin para syve të tij, ndërsa e vërteta filloi t'i depërtonte në shpirt si një thikë ftohtë. Ai filloi ta lexonte letrën me zë të lartë, me një zë që nuk i ngjante më të tij, po një klithme të mbytur. Beni im, shkruante shpresa, nëse po e lexon këtë letër, do të thotë që unë nuk jam më pranë teje për të mbrojtur nga e vërteta, ose ti ke pasur nevojë për diçka që vetëm ky mu mund ta ruante. 30 vite më parë, në një natë ku bora mbulonte çdo gjë dhe era ulurinte si një bishe plagosur, unë dhe babai ju dëgjuam të qartë dobët para derës son. Kur hapëm shtalkën, të gjetëm ty, një foshnjë të pambrojtur, të mbështjell me një batanie të vjetër që mbante erë, varfëri dhe dëshpërim. Nuk kishte asnjë emër, asnjë shënim, vetëm sytë tu të vegjël që kërkonin dritë. Beni ndaloi. Frymëmarrja ishte shpeshtuar. Ai kujtoi se si gjithmonë e kishte pyetur veten pse nuk i ngjante as shpresës dhe as babait të tij, por asnjëherë nuk kishte dyshuar te dashuria e tyre. Ne nuk kishim mundur të kishim fëmijë, vazhdonte letra, dhe atë natë ne menduam se Zoti na dërgoi një angjëll, por ti ishe shumë i sëmur, Beni. Zemra jote e vogël kishte një defekt që kërkonte operacione të shtrenjta jashtë shtetit. Ne nuk kishim asgjë. Kjo shtëpi ku jetojmë nuk është jona. Ajo i përkiste një bamirësi të pasur, për të cilin unë punoja si pastruese dhe babai yt si kopshtar. Ai na e la në përdorim të përjetshëm si mirënjohje, por nuk na e dha kurrë pronësinë. Këtu Beni ndjeu një goditje tjetër. Shtëpia që ai po përpiqej të shiste, shtëpia për të cilën kishte dërguar nënën në azil, nuk ishte as në pronësinë e tij. Ai nuk mund ta shiste dot asnjë gur të saj. Për të shpëtuar jetën tënde, bir, unë shitova çdo gjë që kisha. Shitova trashëgimin e prindërve të mi. Shitova unazën e martesës dhe punova në 3 punë të ndryshme, duke pastruar shkallët e pallateve të huaja gjatë natës, ndërsa ditën të mbaj aty në krah që të mos ndjej dhimbjen. Çdo qindark që shihen atë librez bankare ishte një kafshat buke më pak për mua dhe baban tën, vetëm që ti të kishit një të ardhme. Ne nuk të treguam kur që ishe adoptuar, jo sepse kishim turp, por sepse kishim frikë se mos ndjeheshe i huaj në shtëpinë tonë. Ti e gjaku ynë, Beni, jo prej lindjes, por për çdo pikë djerse dhe çdo loti që kemi derdhur për ty. Letra mbyllej me një fjali që e shkatërroi Benin përfundimisht. Nëse një ditë do të jesh në vështirësi dhe do të kesh nevojë për këtë kasafort, dije se thesari më i madh nuk është aty brenda. Thesari është kjo shtëpi që na mbajti bashkë dhe dashuria që nuk kërkon asgjë mbrapsht. Të dua më shumë se jetën time, biri im. Beni e la letrën të binte mbi pluhurin e bardhë. Ai pa duart e tij të gjakosura nga trapanimi i kasafortës dhe ndjeu një dëshirë të madhe për të vjellë. Ai kishte tradhtuar gruan që e kishte gjetur në borxh, që e kishte shëruar dhe që kishte punuar si skllave vetëm që ai të jetonte. Ai e kishte gënjur, e kishte fyer dhe e kishte lënë në një azil të mirë, vetëm për të shitur diçka që as nuk i përkiste. Papritur, telefoni i tij që qëndronte mbi një ark të vjetër filloi të dridhej. Ishte numri i azilit. Beni u hodh mbi të me një tmerr që nuk e kishte ndier kurrë. Alo? Nën, bërtiti ai me zërin që i dridhej. Zoti Beni, ishte zëri ftohtë i infermieres që kishte parë një ditë më parë. Duhet të vini urgjent. Nëna juaj nuk është mirë. Ajo nuk ka ngrënë asgjë dhe nuk ka pushuar së thirruri emrin tuaj. Tensioni i saj ka rënë shumë dhe mjekët thonë se po humbet shpresën. Beni nuk priti ta mbaronte fjalinë. Ai doli nga shtëpia me vrap, duke lënë derën hapur dhe kasafortën e zbrazët pas tij. Ai nuk mendonte më për borxhet, as për makinën e zezë që e priste te rrugica. Ai mendonte vetëm për shpresën. Kjo është etapa 5, finalja e madhe ku dëshpërimi kthehet në një garmekon dhe ku fati vendos nëse Beni do të ketë mundësinë e fundit për të kërkuar falje. Etapa 5, gara me kohën drejt pendimit të vonuar. Beni u hodh në makinë me një forcë që pothuajse e shpërtheu derën. Motori hungëriti në heshtjen e mëngjesit, ndërsa ai i dha gazit pa para as pasqyra. Në mendjen e tij nuk kishte më shifra borxhesh, as plane pasurimi. Kishte vetëm imazhin e atyre duarve të rrudhura që kishin mbledhur qindarkat në librezën bankare për 30 vite me radhë. Çdo semafor i kuqi ngjante si një mallkim. Çdo makinë përpara tij si një pengesë drejt shpëtimit të shpirtit të tij. Të lutem, nën mbahu, pëshpëriste ai me slotove që tani rrini lirshëm, duke i mbuluar pluhurin e bardhë të suvas në fytyrë. Vetëm edhe pak. Kur makina frenoi me zhurmë para portës së azilit, ai nuk priti as ta fik motorin. Vrapoi drejt hyrjes, duke shtyrë dyert e rënda. Korridoret e ftohta që një ditë më parë i dukeshin thjesht një vend ku mund të hidhte një bar, tani dukeshin si një labirint i pafund dëshpërimi. Ai e gjeti dhomën 204. Infermierja po dilte jashtë me një fytyrë që nuk premtonte asgjë të mirë. Nuk mund të hyni kështu, zotëri, tha ajo, por Beni shtyu anash dhe hyri brenda. Dhoma ishte errët, mbante erë ilaçesh dhe vetmi. Mbi krevatin e ngushtë, shpresa ngjante edhe më vogël, pothuajse pa dukshme në çarçafët e bardhë. Sytë e saj ishin të mbyllur dhe frymëmarrja ishte aq e lehtë sa mezi vërej. Beni ra në gjunjë pranë krevatit, duke i kapur dorën e ftohtë dhe duke puthu me një dëshpërim që i dhembi në çdo qelisë të trupit. Nën, jam unë. Beni, krisi zëri i tij në heshtjen e dhomës.
Më fal, nën. Letrën e gjeta, i mësova të gjitha. Nuk ka rëndësi shtëpia, nuk ka rëndësi pasuria. Dije gjithçka që kam. Qohu, të lutem, do kthehemi në shtëpi. Do t'i lyjm muret vërtet, do mbjellim lulet që do ti. Vetëm mos më lër. Për disa sekonda që ngjanin si shekuj, nuk pati asnjë reagim. Pastaj, me një mundim binjërzor, gishtat e shpresës lëvizën lehtë mbi dorën e djalit. Ajo hapi syt ngadalë me një vështrim të mjegull që u kthye në një dritë mirësie sapo pa fytyrën e tij të mbuluar me pluhur e lotë. Një buzëqeshje e zbet u shfaq në buzët e saj të thara. Erdhe, biri im. Pëshpëriti ajo, aq le sa vetëm zemra e tij mund ta dëgjonte. E dija që do vije. Një nën e njeh gjithmonë rrugën që bën djali për t'u kthyer në shtëpi. Beni e mori në krah duke qarë si një fëmijë mbi supin e saj. Në atë moment, ai kuptoi se thesari që kishte kërkuar duke thyer muret ishte aty, duke marrë frymëdobët në krahët e tij. Ai e nxori nga azilja të ditë, jo me gënjeshtra, por me një premtim të ri. Borxhet mbetën pas, shtëpia u kthye në një stret të vërtet dhe për herë të parë në jetën e tij. Beni Gjashi nuk ishte me një djalë që kërkonte Flori, por një burrë që e dinte se pasuria më e madhe në botë ishte ajo grua që e kishte gjetur në borë dhe nuk e kishte lëshuar kur dorën e tij.